Dietarët islam thanë se prej tyne ka përmen edhe në Ez-Zawajir është përmen prej Ibn Hajar al-Haytami tha se domët çka i sjell thashetomja janë më të mëdha se domët që i sjell shejtani. Kështu e llogaritën dietarët islam. Domi jo që mirësh me thashetome është më e madhe se domi i shejtanit të madh. Pse kështu? Thanë se domët që vinë prej shejtanit veç vezvese janë, a domët që të vinë prej ati që mirët me thashetome e ki për para dhe e sheh, domët e ti janë më të mëdha. Prandaj disa dietarë të tjerë thanë, sa sherrin, sa të keqen, mund me ta sjell, sa sherrin dhe sa të keqen, mund me ta sjell njëri që mirët me thashetome, për një orë, sa sherrin dhe të këqijat mund me t'i sjell për një orë, nuk i sjell as sihirbazi, as magjistari për një muaj të tërë. Një muaj të tërë, një sihirbaz, një magjistar, nëse përpiqet me të bën keq ty, është më e vogël se njëri brenda një ore që ja nis, edhe të veshjet vele të bën, edhe të sjell thashetome. Kështu dietarët islam e trajtuan thashetomen.